إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Falenderimet, lavdrimet, adhurimet, hamdi i qoftë vetëm Allahut Azza wa Jall, ndërsa salavatet dhe selamet të përzemërta i dërgojmë shëmbulltirës tonë Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe të gjithë atyre të cilët e ndjekin në rrugën e tij deri në ditën e gjykimit, Allah na bëj prej tyre. Amin. Vëllezër të dashur besimtar, tema të cilën fillimisht ta përkujtoja veten time, pastaj inshallah taala do që përkujtoj edhe juve, ka të bëjë me temën lopa që nuk u mjel, një mashtrim që na mëson shumë. Vëllezër të dashur, Allahu xhalleshanuhu na mëson se mashtrimi është i ndaluar rreptësisht. Ndalesa është edhe më e rreptë dhe më e ashpër nëse mashtrimi ndodh në tregti. Ndalesa në këtë rast është edhe më e ashpër. Pse? Sepse tregtia ka të bëjë me hakun e njeriut. Nëse e ke mashtruar në tregti, i ke hindër hak, o qatë nuk ta fal atë gabim, po me shku 10 herë në qabe, gjithë notën me u fal, për ditë me agjinu, nuk ta fal, pa më ta fal, ai person që ti ke hindër hak. S'falet kja. Për atë mashtrimi në tregti, që është hak i njerëzve, apo haku i njerëzve, ndalesa në të është edhe më e ashpër. Dënimi, qërtimi për të është edhe shumë më i theksuar se sa në mëkatet tjera. Pejgamberi alayhis salam, duke na mësuar për këtë çështje, ai na thot kështu. Transmeton Ebi Hurajra radiallahu anhu duke thënë se ka thënë pejgamberi alayhis salam, ta dëgjojmë. Men ibta'a sha musarra fa huwa fiha bil khiyari 3 ayyam. Tha kush shet një dele dhe nuk e ka mbjelur delen, musarra i thuhet nuk e ka mbjel për ditë të tëra, 3-4 ditë, që të duken gjinjt e saj të mbushur me qumsht, që të kujtoj blersi se kjo mashallah pas ka qumsht. Nëse ai vepron kështu, blersi shif drejtësia e Islamit. 3 ditë pastaj e mban normal, e mbjell si duhet. Dhe e shef se është mashtruar, është një lloj mashtrimi, atëherë ai brenda 3 ditëve ka drejt me e kthi dhe shit si obligohet me ja kthi. Insha emsekeha wa insha raddaha wa radda ma'ha sa'a min at-tamr. Po kur ta kthej, të kthej edhe një sa'a, është një mjet matës, rreth 2 kg nga hurmat. Ne nuk e kemi fjalën këtu sot të shpjegojmë këtë lloj shitblerjeje. Domethënë, shitblerja musarra. Por ne sot kemi qëllim me këtë ligjerat të sqarojmë se mashtrim nuk llogaritet vetëm me fjalë. E mashtroj dhe të shkon mendje kur e ka mashtruar kush, e ka mashtru me fjalë. Por se edhe vepra ka mundësi të llogaritet mashtrim. Dhe se çdo lloj mashtrimi, qoftë edhe me veprim, duke mos i sqaru aty, apo ai duke mos të pirë dhe ti nuk ja sqaron, e mshefën, dhe me thënë atë mangësin, ajo është njëjtë mashtrim. Pra mos të mashtrohemi se nuk është mashtrim se a së mpeti unë si të regova, punë e madhe, a je murë, le ta shifte, le ti hap të sit kur e blejti. Ja. Pra gjdo lloj mashtrimi, qoftë edhe aj me vepra. Pra sot mund të mos mbushim gjirin e kafshës me qumsht, por mund të bëjmë diçka tjetër, të fshehim defektin e makinës,
të fshehim një problem të shtëpisë që e shesim, të paraqesim një mall të vjetër si të ri, edhe s'ka gajlebe funksionon. Unë i kom dëgju, o që po mirë funksionon e kryin punët, po mirë bajta si i ri, ti nuk o i ri, po si i ri është, e shef si sa i mejrë është, zrejtën, si i ri është, po mirë nuk o i ri. Edhe e shet, dhe me thënë, të vjetërin si të ri. Ose përdorimi i fotografisë që tregon gjendjen jo të vërtet të produktit, ose i japim blerësit për shtypjen e gabuar të produktit. Pra qoftë me fjalë ose me vepra. Pra vëllezër të dashur, të bëjmë kujdes të mos mashtrojmë në tregti, se nëse mashtrojmë, ka mundësi të fitojmë pak ma shumë pare, pasuri, po e humbim bereqetin. Po nëse jemi të drejtë nuk mashtrojmë, ka mundësi të fitojmë ma pak numër, po ta dim se kemi fitu ma shumë në begati dhe bereqet. Thot pejgamberi alayhis salam, një hadith thot kështu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, el bejjiani bil khiyar ma lem yatafarraqa. Blersi dhe shitsi kanë liri zgjedhjeje derisa nuk janë ndajt. E shef mallin, bisedon, moment që ndahesh kryhet. Si e marrë vesh, ajo më është obligim. Çfarë thot pastaj? Fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bay'ihima. E nëse ishin të sinqert, të drejt, jo mashtrues në atë tregti, burika lahuma. Allahu do japë bereqet. Allahu do japë bereqet. Wa in iktama wa kadhaba muhiqqat barakat bay'ihima. E nëse kanë gënjer dhe kanë mashtruar, ju është shlyer, ju është fshehur, ju është marrë edhe bereqeti i tregtisë së tyre. Lusë Allahun xhelleshanu me emrat e tij të bukur dhe cilësitë e tija të larta, na begatoj neve, fëmijët tonë dhe mbar besimtarët musliman me tregti të sinqert, të drejt e të begat nga Allahu xhelleshanu. Amin. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو التواب الرحيم.